paharruar kujtimi i mi kuton të madh. Rikthehemi në bisedën tonë të përjavshme. Java që kaloi me këtë qeverisje ishte një javë përsëri ndëshkimi për shqiptarët. Qeveria e Edi Rams, në dallim nga çdo qeveri tjetër në Europë dhe në botë, mbajti qëllim dhe mban qëllim cinik ndaj rritjes së çmimit më të lartë në botë për naftën. Nafta 224 lek për litër shenoi çmimin rekord botëror. Dhe kjo jo se nafta u rrit kaq shumë për shkak të luftës në linjet mesme, por për shkak të ngarkesës më të lartë fiskale që Edi Rama ka vendosur për çdo litër naftë, për shkak të takses më të lartë që u merr qytetarëve shqiptar në çdo litër naftë prej 1.1 euro. Jo vetëm që refuzon të përgjysmoj barrën fiskale apo ta sjell në nivelin e ngarkesës fiskale që ka Kosova dhe Maqedonia, në mënyrë që çmimi i naftës të arrijë në këto nivele, por ai njoftoi këto ditë se do heq edhe subvencionet për naftën e fermerëve. Do me thanë, miliardierët që vinë dhe marrin nga 1 milion litra naftë në portin e Durrësit me jahtet e tyre super luksoze, e marrin naftën me 60 lek litrën, kurse fermeri detyrohet ta paguajë naftën me 220 lek litrën, çka do të thotë se sipërfaqe qindra dhe mira hektar do mbeten të djera dhe qindra e mira fermerë do të falimentojnë për shkak të pamundësisë së punimit tokave të tyre. Ky është një qëndrim cinik, një qëndrim i pashpirt, siç është i pashpirt dhe cinik qëndrimi ndaj pensionistëve, të cilëve ja u mbajti bonusin që duhet ja u jepte që në janar, muaj të tërë, dhe tani sfundi doli kokoshi i katandisur në thel, u jep 8 euro për shumicën dhe për një pjesë të vogël të tyre shtesa është gjithsej 18 euro, pra u jep shumicë dërmuese të pensionistëve 2 kg domate në shtesë mujore. Ky është një tallje e re për pensionistët, është një tallje të cilën e bëjnë ata që nuk kanë më ndjeja, shpirt, zemër njeriu, por shohin vetëm pasurimin e tyre. Ndërkohë, ka vazhduar me pandërprerë non-stop propaganda e tij në mbrojtje të veprës të mbrojtjes së korrupsionit të vet, të vjedhjeve të mëdha familjare që ai ka bërë dhe qeveritare. Ai kalon nga një grup patronazhistës në një grup tjetër patronazhistës, duke u betuar se Belinda nuk ka vjedhur në një kohë kur është një lloj, sikundër ajo pralla që thot mos kujtoni se keni vjedhur, betohet se Shqipëria nuk ka ndonjë korrupsion të lartë dhe në mënyrë të veçantë përpiqet të mbuloj de facto bllokimin e procesit bllokimin e votimit të raportit IBAR në Bashkimin Evropian. Ky raport që ka të bëjë me standardet, me themelorët, ka të bëjë me shtetin ligjor, luftën kundër korrupsionit, është e 5-ta herë që është trajtuar para 2 ditësh me datën 9, dhe vërteta është që nuk ka rënë dakord që të votohet, ndonse e theksoj këtu. Ky është një raport ndërmjet dhe vendimi këtu nuk është përfundimtar, është thjesht një vendim i ndërmjet, por as për këtë vendim të ndërmjet
me datën 9 prill, pas diskutimesh të gjata, vendet anëtare jo vetëm që nuk votuan, por përkundazi shtuan për Shqipërinë dhe një seri kushtesh dhe kërkesash të tjera. Edi Rama përpiqet me zëdhënësit e tij të mashtrojë shqiptarët, të flasë, të injorojë këtë fakt shumë të rëndë në një kohë kur ky raport, thash dhe njëherë, i ndërmjem, jo përfundimtar, për Malin e Zi, u miratua që në mbledhjen e parë, një muaj e gjysmë më parë, kur u trajtua me raportin bashkë me Shqipërinë, kurse raporti për Shqipërinë vazhdon të kundërshtohet dhe të mos ketë unanimitet edhe pas 5 mbledhjesh, në të cilat e vërteta është që vendet që kanë vrejtje për shkak të Lubi Ballukut, për shkak të Akshit, për shkak të mbrojtjes së korrupsionit nga Edi Rama, jo vetëm nuk janë paksuar, por kanë ardhur duke u shtuar. Në mbledhjen e fundit, siç mirret vesh, edhe vetë Komisioni Evropian ka ndryshuar shumë nga teksti i raportit më parshëm roz dhe vendet anëtare kanë sjell kërkesa tjera shtesë të shumta për Shqipërinë në procesin e integrimit. Pra, shqiptarët po paguajnë faturën e vjedhjes nga Lubi Balluku, Edi Rama dhe 2 lindat, lindja e Akshit dhe lindja e Surrenit, që është dhe kryelindja e Akshit, në aferat e mëdha korruptive që ndodhen në prokurori, por që ndodhen tashmë edhe në të gjitha kancelarit europiane dhe botërore. Ndërkohë, zemrimi dhe revolta e qytetarëve shqiptar po zjen gjithnjë më shumë. Unë dje isha në Durrës për një nga aferat në tronditse, në të pakrahasueshme për vjedhjen dhe shpërdorim për portin e Durrësit. Porti i Durrësit, që Edi Rama po don ta shndrojë në Dubai në 1001 përbën një grabitje të pasurisë publike prej të paktën 3.8 gjen 4 miliardë euro dhe një gjob për ndërtim në portit të ri në Porto Romano prej 1 miliard euro. Ndërkohë, duhet thënë se Porto Romano, me përmasat dhe projektin që ka, është një port që zhvlerëson në mënyrë përfundimtare portet e Shqipërisë, u jep përparësi porteve të tjera të rajonit. Ky port ka 1/4 e kapacitetit aktual të portit të Durrësit dhe 1/8 gjerë në 1/50 e porteve tjera të rajonit, kështu që faktikisht Shqipëria, nga një vend me një port strategjik për bashkimin evropian siç është porti i Durrësit, del në një vend pa porte të rëndësishme, dhe kjo vetëm e vetëm që Edi Rama të bëhet super miliardier.